Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nuk do të harxhoni më para. Llumi i kafes do t'ju shpëtojë jetën. Nëse jeni adhurues i kafes, mos e hidhni llumin pasi mund të keni pirë kafen. Llumi, përveç leximit të ardhmes, ka edhe shumë përfitime të tjera të dobishme që mund t'i ofrojë për shëndetin dhe në përgjithësi për të marrë edhe vlerat e tij të larta. Ai mund të shërbejë si një peeling i shkëlqyer. Dihet se llumi i kafes është i mirë për lëkurën tuaj. Thjesht përzjeni më pak vaj ulliri ose vaj portokalli dhe para çdo dushi aplikojeni atë në lëkurë. Përveç se do të ndihmojë me lëkurën e yndyrshme dhe qarkullimin e gjakut, ai do të përmirësojë edhe në aktivizimin e tij. Mund të largojë aromat e këqija nga dollapi juaj. Nëse doni të keni një freski të mirë në këto raste, përdoreni llumin e kafes. Vendosni një lugë çaji me llumin e kafes të tharë në qese. E vendosni mbi rroba të paloshura ose në një dollap në të cilën mbani rrobat e dimrit. Do të shmangni erën e keqe që krijohet brenda dollapit tuaj dhe mund të sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Ai mund të ofrojë një kujdes të mirë edhe për lulet. Llumi i kafes është i pasur me substanca ushqyese për të cilat bimët acidofile kanë nevojë në mënyrë të veçantë. Gjithashtu, llumi i kafes do të përshtatet edhe për rritjen e luleve tuaja të shëndetshme. Lulet do të qëndrojnë gjithmonë të gjelbra dhe mbi të gjitha do t'japin përfitime të larmishme për shëndetin tuaj. Me shumë mundësi, njësoj si që bëni çdo ditë pasi pini kafen, llumin që ngelet nga jo e keni hedhur vazhdimisht, por duhet të mendoheni 2 herë pasi të dëgjoni këtë video deri në fund. Ajo mund të përdoret për të ndriçuar lëkurën. Kafeja është e provuar se është një ilaç i mirë për lëkurën e dëmtuar dhe mund të sjellë shumë aspekte pozitive në këtë drejtim. Ajo mund të përdoret si mask. Mbetjet e kafes pra llumi duhet të përzihet me pak ujë dhe krip. Aplikoni këtë pastë për të përfituar një lëkurë më të shëndetshme, pasi ndihmon në heqjen e lëkurave të vdekura dhe pastrimin e poreve dhe zbutjen e vajrave dhe rrullave të tyre. Dhe kështu mund të sigurojë një mbrojtje efektive për lëkurën tuaj dhe rezultatet gjithashtu do të jenë të kënaqshme. Sigurohuni ta përfshini këtë produkt sa më shpesh në recetat tuaja për lëkurën. Ajo trajton edhe celulitin. Kafeina në kafe ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe eliminon ujin e tepërt nga lëkura. Për të përgatitur maskën, përzieni gjysmë filxhani me mbetje të kafes pra llumin e saj me një lugë gjelle rreth 15 ml verë dhe disa pika ekstrakt xhenxhefili dhe ekstraktin e algave të detit. Ajo që duhet të bëni është të thjesht të fërkoni lëkurën me këtë maskë për të marrë gjithashtu rezultatet tuaja më të mira, të cilët mund të sjellin edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit të këmbëve tuaja. Do të përmirësojë tonalitetin e ngjyrës së flokëve. Thjesht përzieni kafen me ujë për të formuar një pastë të njëtrajtshme dhe kështu do të keni një mbrojtje më efektive për flokët tuaj. Aplikojeni atë drejt për së drejti në flokët e sapolar me shampo dhe flokët e lyer me ngjyrë të errët do të shkëlqejnë sikur më parë. Ajo trajton qeskat nën sy. Vendosni në sy me ndihmën e një nape të pastër, mbetjen e kafes edhe e mbajini për pak minuta. Përsëriteni këtë veprim çdo ditë dhe lëkura juaj do të gjejë gjithashtu rigjallërimin e munguar. Kjo është një mënyrë interesante se si mund të përdorni llumin e kafes për të marrë rezultate të shumë pritura në këtë drejtim. Ajo mund të përdoret gjithashtu për të larguar rrafët e errët poshtë të syve dhe gjithashtu t'i japë shkëlqimin e munguar që lëkura juaj e ka të nevojshme. Ajo hidraton lëkurën. Shumë njerëz e kanë lëkurën të thatë dhe sapo kremi hidratues përdoret. Për të patur lëkurë të butë, duhet të lyeni vazhdimisht me llumin e kafes. Për këtë ju duhet një filxhan me llumin e kafes, vaj kokosi, gjithashtu edhe një lugë çaji me ekstrakte të vaniljes. Maskën e përfituar e aplikoni në lëkurën tuaj dhe kështu do të keni gjithashtu një mbrojtje më të mirë për lëkurën tuaj. Kafeja është një nga produktet më të mira që mund të shijohet vazhdimisht, por mbetja e saj që është llumi i saj mund të sjellë rezultate të mira edhe në plerimin e kopshtit tuaj. Ata që kanë kopësht, por edhe bimë në balkonin e tyre mund të përdorin gjithashtu llumin e kafes
për të marrë rezultate mjaft të mira. Llumi i kafes përmban disa nga mineralet kryesore që ju duhen bimëve tuaja, siç janë për shembull nitrogjeni, kalciumi, kaliumi, hekuri, fosfori dhe magnezi. Gjithashtu, llumi i kafes thithet me metale të dëmshme që mund të kontaminojnë plehun. Për më tepër, llumi i kafes tërheq krimbat e tokës, të cilat janë shumë të nevojshëm për aerosjen e kopshtit tuaj. Ai do të mbajë larg insektet. Disa përbërës që gjenden në llumin e kafes të tilla si për shembull, kafeina mund të jenë toksike për insektet. Për këtë arsye ju mundeni ta përdorni llumin e kafes në këtë drejtim edhe për të mbajtur lëkurën më të pastër. Gjithashtu, ajo do të neutralizojë edhe aromat e këqija. Arrin të neutralizojë aromat e ndryshme duke ju mundësuar një lëkurë edhe më të shëndetshme. Atë mund ta aplikoni kryesisht edhe në këmbët tuaja si një eksofilues për të larguar erën e këpucëve. Gjithashtu, atë mund ta përdorni edhe për të trajtuar rrafët e zinj poshtë syve dhe rezultatet që do t'jap janë të mahnitshme. Shumica e njerëzve pasi e pinë kafen në mëngjes e hedhin rregullisht edhe llumin e saj. Në fakt, ka kaq shumë gjëra që mund t'i bëni me llumin e kafes sa që mund t'ju lënë pa fjalë. Ajo eliminon bakteriet dhe mund të përdoret si një pasterizues. Llumi i kafes mund të përdoret për të eliminuar edhe parazitët ose bakteriet nga çdo ambient në shtëpinë tuaj. Mjafton të spruconi pak llum kafeje në zonat e caktuara të shtëpisë ku mund të kenë prekur parazitët ose bakteriet dhe do të vini re ndryshimin paraprak. Ajo mund të përdoret si një mjet për pastrim. Nëse enët ju janë bërë shumë të palara, llumi i kafes do të zgjidhë problemin tuaj. Fërkoheni në enët të cilat dëshironi ta pastroni, por kujdes që të mos e thithë ngjyrën. Gjithçka, nëse dëshironi që të keni gjithashtu edhe mobiljet tuaja më të pastra. Ajo mund të përdoret edhe si një mask për flokun. Fërkoni llumin e kafes në flok para se t'i bëni ato me shampo dhe lini të qëndrojë për pak, më pas e lani si normalisht. Llumi i kafes për të reduktuar celulitin dhe jo vetëm. Përzjeni në një tas llumin e kafes së ngrohtë me një lugë me vaj ulliri ose bajamesh ose edhe arrash. Ndërkaq zona e lyer me këtë krem mbështillet me një qese kuzhine dhe lihet ashtu për 5 minuta. Pasi ta keni hequr qesen, qetësohuni me një dush të ngrohtër. Përsëriteni këtë proces 2 herë në javë. Atë mund të përdorni gjithashtu edhe për të ushqyer bimët. Shumë bimë ka nevojë për plehun e duhur kimik edhe për sasinë e duhur të ujit për të mos u tharë dhe për të mos u dëmtuar nga dielli, ndërsa bimët e tjera kanë nevojë për gjëra të tjera. Për shembull, në kopshtin tuaj mund të keni bimë të cilat kanë nevojë për më shumë acid. Të tilla bimë u bën shumë dëm llumi i kafes. Mjafton të derni pak llum rreth rrënjës së bimës dhe do të habiteni gjithashtu edhe me rezultatin e tyre. Llumi i kafes mund t'jap shumë përfitime edhe në kopshtin tuaj. Ai mund të përdoret edhe si një asgjësues i problemeve të ndryshme, ose edhe si një mjet pastrimi. Nëse enët janë bërë edhe shumë të palara, llumi i kafes do t'ju zgjidhë problemin tuaj. Në këtë rast, llumi i kafes do të jetë një ndihmës shumë i mirë. Ai mund të përdoret gjithashtu si një mask për flokun. Fërkoni llumin e kafes në flok përpara se ta bëni me shampo dhe e lini pak që të qëndrojë, më pas e lani me ujë. Bjondet kanë maska që nuk duhet të bëni, por mirëpozakonet të ndryshme mund të jenë edhe një zgjidhje shumë e mirë. Kjo nuk është një mask për flokët bjonde, por për flokët e errët. Atë mund ta përdorni edhe si peeling. Përzjeni llumin e kafes me mjaltë dhe bëni një peeling, i cili mund të përdoret në trup dhe në fytyrë dhe i cili lëkurën tuaj do ta bëjë tepër të bukur dhe do t'i jap shkëlqim. Gjithashtu është i shkëlqyeshëm edhe kundër celulitit dhe mjafton ta provoni vazhdimisht në recetat tuaja më të mira. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.